Përshëndetje nderuar televizionistë. Sot është një ditë me shumë ngjarje të mëdha. Kemi zbulohet një vile e madhe në fshatin më të mirë turistik të Tiranës për Vllautin. Kemi një letër për të mbledhur Këshilli i Sigurisë për Klement Balilin. Kemi një reagim të Fatos Klostit, një ish LSI-ist në themelues i LSI-ist, i cili thotë nuk është Klement Balili nuk cënon sigurinë. Kemi zhvillime të tjera që lidhen me emërime gjyqtarësh, pothuajse i gjithë sistemi gjyqësor, në skandën e parë, skandën e dytë, gjithë gjykata apelit Vlorë ishte kandidate për të zgjedhur në këshillat e drejtësisë, në këshillat e prokurorisë apo në këshillat e tjera. Kjo do të thotë që të mos lëvizje askush, ose u kemi rënë më qafë gjithë sistemi drejtësisë sepse reforma e drejtësisë nuk ekziston. Por ka dhe probleme të tjera, të cilat janë probleme që ziejnë dhe nxjerrin vetëm pak kokën në krye. Unë kam ftuar për të diskutuar për probleme një njerëz që shikon gjëra ndryshe. Njëri që edhe unë kam frikë ta pyes dhe kam frikë nga përgjigjet e tij. Kam thirrë në studio analistin Kastriot Meftare. Mëse merr në studio. Mirë se gjithë. Unë do ta filloj nga kjo e Vllautinit, pastaj do vete tek ajo e Sorosit. Ç'është kjo e Vllautinit? 1.5 milion euro vil. Nëse kemi parasysh dhe faktin në bëjthirje pak kujtesës tënde që është ere dytë kjo me Bashkimin Evropian. Ere parë ka qenë kur ushit bëri një blerje ky tek Laprak, po. Dhe u bën një hetim, u arrestuan 2 veta atje, zyrtarë të Bashkimit Evropian. Kjo histori ka një 12 vjet. Po, ishte italiane, njeriu jashtë i Luarasit, jashtë një kompani sigurimi, është një aferë. Kur e pyeti shtypi ambasadorin e Bashkimit Evropian të asaj kohe, Rohan, Helmut Rohan, më duket gjermanisht ai, tha, nuk mund të them shifrën, tha. Pra, ai njeri që fliste për ditë këtu, në Shqipëri, për luftën kundër korrupsionit, për luftën kundër abuzimeve, për gjitha. Kur edhi puna për një çështje të vetën, doli dhe shifra, pse s'mund të e shifra? Shifra zyrtarisht s'ka dalë akoma, dhe këto nuk kanë dalë zyrtarisht. Këto kanë dalë nga media, nga noteri ka dalë kjo. Se është bërë një noterim. Zyrtarisht këtu nuk thot se lija e Bashkimit Evropian që kemi blerë këtë, e kemi blerë për nevojat tona. Do me thëmë kemi blerë një rezidencë për ata zyrtarët që të banojnë, kuptohet, ambasadorin, na dohet se lija ambasadorit, asa aty s'mund tjetë se lija brenda në fshatin rezidencial. Nuk ka fare transparencë dhe ironia është që kjo transparencë mungon pikërisht në kohën kur Bashkimi Evropian po luftohet, jo Bashkimi Evropian, se këta bëjnë një gjë, mbrohen pas asaj, sulmohet Bashkimi Evropian. Nuk sulmohet Bashkimi Evropian, sulmohet burokracia e Brukselit. Dhe kjo është Brexiti. Anglezët, populli britanik votoi kundër kësaj burokracie që shpenzon para dhe nuk jep llogari. Kundër kësaj ka rrezik të votojnë prap francezët këtë vit, gjermanët, holandezët. Problemi këtu është një lloj burokracie që janë disa njerëz që vinë në Shqipëri, fryen, në vendet e tyre nuk dihet çfarë merita kanë, dhe nuk kanë realisht. Unë po shikoja një lajm, Lulzim Basha në takimin e Partive Popullore takohet dhe bisedon për zgjedhjet me deputetin Eduard Kukan. Tashti, 8 vjet që ishte PS-ja në opozit, na thoshte Edi Rama dhe gjithë këta të PS-s biseduan me Eduard Kukani, erdhi Eduard Kukani për zgjedhjet, Eduard Kukani kështu. Këta njerëz janë Eduard Kukani, kanë nga 25 vjet merren me Ballkanin. Eduard Kukani ka qenë i dërguari i OKB-s, i Parlamentit Evropian për Ballkanin, do me thënë i dërguari i OKB-s, në stafin e të dërguarit të OKB-s për Ballkanin që në thënjishin. Janë ca njerëz që ju zhvën etiketa burokracia ndërkombëtare. Eduard Kukani është 1939 datë lindje, është 78 vjet. Do me thënë vazhdon Enver Hoxha vdiq 76 vjet. Se si mbushi, se i mbushte në tetor. Eduard Kukani është një njeri që
është emëruar në diplomacinë e shtetit Çekoslovak që në vitet 60, kur ishte Çekoslovakia. Ka qenë në Zambia, një shtet nga këto shtetet pro-sovjetike, ku Çekoslovakia e asistonte atëre, ndërtonte socializmin afrikan ai, Kenneth Kaunda, që quhej ai. E kishte mik dhe shoku Enver. Dhe që në 68, ai e mori pushtetin 64 e lanë në Thenjeshin kur ra Bashkimin Sovjetik. Atje ishte ky në vitet 60, Eduard Kukani, në ambasadën Çekoslovake. Pasi u qep shtetit Çekoslovak, do me thënë, aq thellë ngulin thetrat në diplomaci e në politikë, sa ky zotria në Thenjeshin ishte ambasadori Çekoslovakisë në OKB. Në 92 ndahet Çekoslovakia, bëhet ambasadori Slovakisë në OKB. E vazhdon njëra atje, njërë këtu. Dhe tani vjen në momenti që takon me Lulzim Bashën. Tani vjen momenti që bëhet rotacioni në Shqipëri, ikën, se Berisha iku, këtu, Kukani erdhi dhe iku mirë, që u bë rotacioni iku Berisha. Po Kukani mbetja ma. Berisha iku në moshën 76-9 vjeç. Kukani që 78 Kukani vjeç. 78, vazhdon atje, do me thënë pret, dhe kjo, këta njerëz, dhe Vlautini, yri njerë tani 70 ca vjet del nga burokracia. Kam iden këtu. Kjo thuhet janë parat e reformës në drejtësi, mund ta ketë blerë Sorosi këtë dhuratë apo kështu? Shiko. Sepse ai zoti Dobrusha dje nuk e fsheu fare, në gjithë ato. Shiko, ai zoti Dobrusha, i cili, këta janë sa njerëz që dalin pasivi. Ku ka qenë? Ku ka punuar? Është 25 vjet, 24. Ky zotri, ku ka punuar? Unë nuk e di, vetëm unë e kam dalluar këtë zotri kur e mbrojti Aleksandr Qipa me të gjitha. Po mirë, Aleksandr Qipa e mbrojti për arsye të veta për ca projekte që bën me Unionin e Gazetarëve, me Fondacionin Soros. Ai tha ca gjëra, tha, ne kemi financuar reformën drejtësi dhe jemi krenarta. Dhe po e vjere tërkohën, kishte një ngërdheshje në fytyrë. Qartë, që më sa. Do me thënë një ironi. Do vazhdoj Soros, si tha, do vazhdoj, bila i kërcënoj, një ironi, disa nën tekste kishte ngërdheshje atje. Problemi është, ai tha, ne kemi financuar reformën. Tani, sa para ke financuar ti për reformën? Sepse ti tani kemi financuar reformën dhe kemi asistuar me ekspertët tanë. Dhe përmendi rastin e profesor Kristaq Trajës, që me një ish gjykatës të Strasburgut, të cilin ne njohim, kemi respekt, por ka një problem të madh. Kristaq Traja ka një karrierë në shtetin shqiptar. Shteti shqiptar ja ka dhënë si thua të gjitha mundësitë të bëj karrierë derisa e çoi në Strasburg. Tani lind pyetja. Sa para dha Sorosi për reformën që jepet mundësia një fondacioni të huaj, se shko që ndodh, një fondacioni të huaj, i ke dhënë mundësi të përmbys 43 nga i 169 të kushtetut. Shumë saktë. Plus, që dhe kushtetuta që kishim në fuqi para kësaj, ishte bërda ajo me asistencën e Sorosit në 88-ën, dhe këto nuk i thonë. Tani, cilët janë këta njerëz, pasivi, që dalin atje dhe u thonë shqiptarve që ne u bëm juve reformën në drejtësi, u a financuam dhe u asistuam. Do me thënë, duhet një fondacioni uaj të jap një shumë tepër të madhe parash, që një shtetë si Shqipëria, shteti shqiptar si ka problem $1 milion e $2 milion për një reform plus... Po qa fshihet mbas gjithë këti financimi? Mund të ndodhë që në Amerikë të bëjë reformë dhe si Sorosi? Po në Amerikë Sorosi e bën jo direkt kështu që të dalë, të mund të bëjnë në Shqipëri, po në Amerikë e bën se janë Sorosianë ata... Janë vetë Hillary Clinton apo tjetër. Reformë drejtësi nuk bën dot njerëz, aty janë të vendosura institucionet me kohë, po këta bëjnë ca gjëra tjera. Problemi është këtu. Dalin këta njerë, unë e kam fjallën këtu mërë. Gjithmonë ndiq paran dhe vetet e vërteta. Po ndoqe paran, vetet e vërteta. A i thot, unë kam financuar reformën e drejtësi dhe kam mjaftueshëm dokumente
në faqen e Fondacionit Soros në internetot, që e vërteton, apa faqen e Fondacionit Soros në interneton, edhe raportet vjetore mungojnë që nga viti 2009. Që nga kohë që ka ardhur Dobrusa. Që para se të vinte Dobrusa. Para, po qartë. Kur ishte Çapajevi. Çapajevi Gjokuta. Do me thënë, nuk del atje, koste si, një. Pas kanë bërë këta një anketim, ku pas kanë pyetur 56% të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Do me thënë, 56% të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe është bërë kjo në gjykata dhe në prokurorit gjitha shkallëve. E thot vetë Fondacioni Soros. Do me thënë, gjyqtarët dhe prokurorët që kanë ulur në seanca pyetjes para njerëzve të Sorosit. Ky gjyqtar dhe prokuror kaq mjafton që ti nga puna. Ka shkel të gjitha llojet e... Ti mo zotri, ke bërë një betim, pse? Këta njerëz që të pyesin, çfarë qëllimi kanë? Do me thënë, këta të pyesin dhe marrin vesh cili është i përshtatshëm për të mbështetur nga ata. Se ata kanë manuale, punojnë me manuale. Dhe nga këta gjyqtarë që ka pyetur ky në këtë anketë, lind pyetja, ku janë emrat? Emrat i mbaj sekret ata si japin. Nëse bërë anketën ti, jep dhe emrat aty në faqen tënde, ti dimne, të shikojmë nesër. Sa nga këta që ke pyetur ti do rinë në punë, sa do ikin. Se mos na del që këta që ke pyetur ty dhe na jep dhe përgjigjet që kanë dhënë, pse ti janë sekret. Nëse një gjyqtar, një prokuror të ka dhënë mendime ty si Fondacioni Soros, se këta kanë një gjë. Këta bëjnë pyetje suggestionuse. Do me thëmë, kur të pyet ai, pyetja e ka përgjigjen brenda. Dhe ti tani të shikon, je jaft ta kapësh atë që do ai, po je jaft ta shënon emrin ai që të bësh karrierë. Do me thënë, Fondacioni Soros këtu ka bërë gjëra që fillojmë që nga pagesa e reformës, që nuk ka transparencë, vazhdojmë të kjo tjetra intervistimi e quajnë ata, po unë e quaj etusia e gjyqtarëve, gjyqtarë dhe prokurorët me imunitet janë ullur para Sorosit, janë marrë në etusi, dhe po të dalin pyetje do vërtetohet kjo imja. Po të dalë seti pyetjeve, cila është... Do vërtetohet që ata, ai që se ka kuptuar pyetjen e tyre, do i nga puna. Po se ne duhet, po të kishim ne tani, para vetingut, po të kishim listën e atyre që janë marrë në pyetje, po të kishim dhe listën e përgjigjeve të një fondacioni të huaj, ne dinin dhe shikonin pasaj kush sënoj, kush nuk sënoj, shikonin dhe gjën tjetër. Në 20 vjetë të arshëm si bëhet karierë, do me thënë, a ka ndikuar këto përgjigjet e Fondacioni Soros për të bërë karierë në vitet e arshme? Sepse kemi të bëjmë me një fondacion privat, që s'ka lidhje fare me institucionet, i cili futundët për gjëra... Po pse ka që hapur në Shqipëri? Nuk e kuptoj. Ku e gjen këtë dritë jeshile? Se në Shqipëri nuk fshehin asgjë. Ai del edhe thot hapur fare. Jo, ca gjëra fshin. Ai ata e shkruan në Shqipëri, shikoj, në Shqipëri mendohet që dihen të gjitha, po kur vjen ca gjëra, shumë gjëra bëhen në rogos. Problemi është këtu që jep shembull në Shqipëri dihen të gjitha, po s'dihet sa me rrogën Andi Dobrusa të Soros. Këta thonë rrogën ta paguan Sorosi. Po mirë, ty ta paguan Sorosi. Po reformën në drejtësi, sa e financove? Nga është burimi parave? Nga është burimi parave? Sepse mund të dojë dhe një biznesmen shqiptar ta financoj reformën në drejtësi. Duat kemi institucionet forta. Pse dhe ky bën një fondacion? Çfarë të veçante ka Sorosi? Shiko, Sorosi nuk është që solli profesor nga Harvardi dhe nga profesor të mëdhenj, që ore si paguajnë dot në këta, nga Yale, nga Harvardi, nga... Aplikoj shteti apo Ministri i Drejtësisë në Soros edhe i pru. Po, ai solli njerëz që duan $10 milion vetëm të thonë 10 lafe. Kokat e mëdha të jurisprudencës botrore. Jo, Sorosi mori shqiptar. Mori shqiptar. Bile të rinj ka marrë ose punojnë të Soros? Jo, ekspertët nuk i merr të rinj ai. Ekspertët i merr këta që kanë bërë tërkushtetutat e Shqipërisë. Qartë.
Luan Omari, që ekspert që ka bërë që nga e kushtetuta e 76-ës Dhe deri më sot. e deri më sot. Tani, profesor Kristaçi është një zyrtar i shtetit shqiptar që dhe pavarësisht se sëmë të avokat privat, në tërë botën këta njerëz, shtetit i kanë një detyrim dhe shteti i tret kundrejt pagesës. Ai mund të kishte qenë në një detyrë shtetërore, sot që po flasim. Vërtet. Ai aplikoi për antari gjykatës së lartë, por nuk realizua. Mirë, njerë aplikon ti, njerë fiton ti, njerë tjetëri ka qenë dhe atje në dikum në mos gaboj, por kjo mënyrë tani që të dalë një fondacion dhe të thotë unë, dhe nuk e justifikon dot, dhe pse bën këto, se nuk është serios kjo, shikoj, e di cili është problemi më madh i kësaj blerjes që ka bërë Bashkimi Evropian? E di cili është problemi më madh? Ambasadë të Bashkimit Evropian në Shqipëri do ketë sa kohë nuk jemi antar i Bashkimit Evropian. Do me thënë, fakti që ata po blenë një rezidencë të madhe, parëgjojnë para, tregon që dhe për 30 vjetë ne s'kemi për të bërë, se po t'ishte që do bëshim antar, nuk blinin ata rezidencë luksoze, që donin. Dua një koment shkurtër. Po ta shikosh kriteret i plotson gjithë gjykata kushtetuese, i plotson gjithë gjykatat e lartë, gjithë gjykatat e tjera dhe po ta shikosh lista është gati 52 gjyqtar. Si ta kuptoj këtë? Unë të thash... Atëre që ndryshojnë? Ja, cili është problemi. Ky proces i pastrimit dhe i vetingut, të paktën herën e parë, shiko, Platoni te Republika, libri famshëm për ndërtimin e shtetit, Platoni thotë kështu, për të ndërtuar, thotë, institucionet, po e divulgoj kështu, duhet të zgjedhim në fillim ata gardianët, thotë. Gardianët e ligjeve që do t'i zbatojnë. Dhe gardianët, thotë, në kuptohet që janë njerëz me besueshmëri. Tani, në këtë rast, këta do jenë gardianët e Platonit, këta që kanë emrat atje. Që plotësojnë kriteret në fakt, se këta nuk janë që këta plotësojnë kriteret pëtyrë në garë. Po, si mund ta plotësojnë gjithë gjykatë e lartë, gjithë kushtetuesja, gjithë gjykatë e apelit? Plotësojnë kriteret teknike paraprake. Problemi është këtu. Këta vetë do jenë subjekti vetingut. S'ka si të mos jenë. Këta do jenë kryesor. Këta do ta kenë plotësuar vetingun. Tani, prandaj duhet ishte problemi që si zgjidhja, jo problemi, se problemi ne kemi të madh në tërësi. Po bëhet reforma sepse ekziston problemi. Prandaj zgjidhja në këtë pikë që thua ti, duhet ishte që të mos ishin fare, të ishin juristë, po jo gjyqtar dhe prokuror, ata që do ta bënin në fillim. Mbasi nuk mund mos plotësoshin numrat, Shiko ç'bëjnë këta. U bën në Akademinë e Shkencave ky votimi? Po shikoj me vëmendje. U bën propozimet kush? Antar të bordit të Fondacionit Soros, se Akademia e Shkencave të cakton një antar në këshillin e emrimeve të gjyqësorit, këshillin e lartë gjyqësor, edhe një në këshillin e prokurorëve. Tani se ç'pun ka Akademia e Shkencave të... Po avokat të popullit ç'pun ka. Dhe ç'bëjnë këta tani, dhe ç'bëjnë caktojnë akademik që kanë qenë ndër vite antar të bordeve të Fondacionit Soros. Do me thënë, kriteri ishte bashkëpunimi me Sorosin. Flores Adado, ka qenë antare... Po këtë të tjerë. Bordit. Këtë të tjerë, se nuk po hyjmë membrave. Unë duat, ti ke rikthehet Donald Trump. E kishim marruar, u zgjodh presidenti Trump, në fal një shkrimi tënd, ata vunë një fotografi të Trumpit. Unë bëra një shënim, një përshtypje që duke shikuar faqet e ambasadave amerikane në përbot, vura re që shumica kishin fjalimin mënyrës të Trumpit me video dhe me zë dhe me figurë. Dhe me transkriptim, zbardhje, si shtu. Dhe kjo në Amerikë ndodh është lehtë sepse Shtëpia e Bardhë ka një kanal më vete televiziv që jep këto ceremonit. Ambasada në Tiranë jo, dhe më bëri përshtypje kjo. Kjo tregon që sepse dhe këta janë në vështirësi të madhe tani dhe ky
ky mendonte që do fitonte ky krau sorosian në Amerikë dhe për këtë që bëri në Shqipëri do kishte një zhvillim në karrierë. Kur ndodhe kundërta që ikin ata dhe ky edhe sikur ta mbyll karrierën në Shqipëri, përsëri nuk besoi që do ketë ecje përpara në karrierë, do shkojë diku më lart. Desha të prek diçka për me bën përshtypje kjo që ka dalë me të madhe këto ditë tema e qezit. Po, shumë vërtet. Këta sekserët. Po, çfarë po thoshë? Jo, sot një herë edhe Izet Haxhia kishte folë për qezin. Po. Problemi është se u bërë në komisionin parlamentar pyetja dhe atë nuk e sjellin dot me Skype. Ai nga Maqedonia, shqiptari i Maqedonisë nga ishte Hamza. Ai me Skype. Unë jam i sigurt po të shtell atyre nuk i kanë dhe ato emra që tonë. Ai del me dy emra, Nue dhe Noel. Nue atje nuk ka. Noel dhe Nue. Dhe po të ysh tamam po ti kesh me dokumenta. Noel Kalaj. Po ti kesh me dokumenta nuk kanë asnjë. Dhe lind pyetja tani dhe shikoj një lidhje këtu tash. Shko sa, do me thënë, këta duan të reduktojnë në këtë të djali Berisht. Nëse ka faj ai, le të shkoj në burg. Problemi është sepse duke i parë këto gjëra, mua më del shumë e thellë kjo. Sepse këta, ky Nueli dhe ky tjetri që ishin askushi, Hora që po del që të cilët ai nuk thot dotore çfarë bëje ti këtu, po këta nuk e fillojnë duke e pyetur çfarë shkollimi ke dhe ku ke punuar. Sepse dhe këta s'duan të hyjnë punës tamam komisioni të lëshojnë një urdhër aresti ndërkombëtar me Interpolin dhe t'u sjellin në Tiranë si kec. Çfarë ke punuar ti zotri? Sepse këtu problemi nuk është shiko. Shkëlzem Berisha donte të vite dje sa kishte t'jati me pushtet, ashtu si që po vjetë sot Olsi Rama sa ka të vëllajnë me pushtet. Edhe sikur i biri që do t'i dalin dhe të birit ati, si që dolën dhe Shkëlzenit më vonë birit e Edi Ramës, aferat e tjera, si që dolën dhe vajzës të adoptuar. Problemi është diku tjetër më shti. Saliu, Shkëlzeni, e të gjithë këta, nuk vithnin dot, po mos vinin çeket në Shqipëri të kërkonin ose ten. Shumë saktë. Këtu fillon. Lind pyetja. Çu duhet çekëve një kompani shtetërore elektrike e cila 40% e pagesave nuk i bëheshin që në nisje. 40% e popullsisë nuk paguante. Si mundet një kompani si Qezi e një vendit bashkimit evropian, një kompani e rëndësishme në Europë, të vinte në Shqipëri dhe të kërkonte të blinte një kompani e cila që në fillim, se ata kur erdhen bën një vëzhgim, 40%, dhe na morën dy njerëz në Kosovë si ndërmjetës. Tani, kjo tregon që dhe ata kishin ardhur për punë të pista. Shumë saktë. Pra, nuk fillon kaq, dhe këto punë të pista u mbylli me këtë marrëveshje në qeveria Rama. Do me thënë që nuk do ketë hetim penal për çështjen. Qeveria ka bërë një marrëveshje duke marrë kompetencat e prokurorisë dhe gjykatës penale. Do me thënë për ta mbyllur çështjen me Qezin në arbitrazh nuk do ketë hetim penal. Pse e donin çeket këtë? Po për punë e donin. Sepse po të shkonim në arbitrazh, do t'i thoshte një gjyqtar minimalisht i panshëm, do t'i thoshte si e more këtë me 40% që nuk paguanin që në fillim. Një e dyta, këta, se edhe këta nuk e ngacmonin shumë, ta u lanë balla në pyetjet. Këta tani, në 20%, e lamë të 20%, ky Noel Kalaj dhe ky tjetri, Amzaj, thoshte, për çfarë erdhe ti këtu, më sollën mua për sigurinë, se nuk ndjenin sigurinë në lëvizje. Do me thënë, si policë privat. Si policë privat, sa që shara. Tani, në Shqipëri ka polici private sa duash.
Dhe çdo kompani që vjen nuk merr një njeri që se nje Shqipërinë mirë e kështu për siguri këtu, për polici private mund gjenin sa të donin, qoftë me uniform, qoftë pa uniform. Këtu problemi është ky më është e vërtetë, ai është ata që thonë se këta të dy palët nuk i thonë gjysmë të vërtetat. Ai ta ulan balla shpejt shumë. Këta vërtet, këta ishin rojet e shkëlqenit në Suedi kur rinte atje. Nga Afrika mos i bënin gjë ata asmit e vet, edhe ishte një grup që e ruante. Dhe këta i shërbejnë për këtë punë për të marrë përqindjet tash nga Çezi. Kjo është e vërtet ato parat. Problemi është këtu, syri Çezi në këtë lojë, se nuk është rastësi, shiko. Çezi ishte një kompani e fuqishme në vendin e vet. Shumë e fuqishme, është dhe sot. A është rastësi që fliste ky Hamzai, unë shikoja fytyrat e çekëve që kanë qenë me detyra këtu. Ky thoshte që nga viti 2006-2005 filloi më thirrën mua, u interesuam për këtë çekët. Dhe unë shikoja kush erdhi shefi OSB-s në Shqipëri atëherë? Një çek, Pavel Vacek. Vacek, shumë saktë. A ishte dëgjuar zëri ndonjëherë ndonjë ambasadori çek këtu? Jo vetëm asaj Marketa, si e kishte ka qenë një grua e shëndosh, ajo ambasadoria çeke, na fliste shumë ajo për lirinë, për drejtat e njeriut, nga vitet 2008, 2009, pikërisht në kohën kur do privatizoi Çezi. Pra, këtu ishte vënë në lëvizje tërë shteti çek. Çfarë bëri? Shiko, pse shpërtheu Saliu me zemërim njerë ndaj këtij komisionerit të zgjerimit këtij çekut. Si e kishte ky? Shpërtheu njerë me zemërim të madh ndaj këtij, pasi kishte edhe Ndoreqen si kryeministër, që tha me ato 4 ligjet që na bëri ai, tha që i vuri si kush me 60%, na hoqi mundësinë për të marrë Shqipëria statusin e vendit kandidat para zgjedhjeve, që donte Berisha, që se votonte Edi Rama. Do them, futi 4 ligjet ky. Korrupsionin, drejtësinë e një atë gjëra. Jo korrupsionin, jo, ishin 4 ligje organike që duheshin miratuar. Nuk ka rëndësi ajo. Dhe ky tani, kur e bëri këtë, pse? Se po ta veshre me mendje, kur para zgjedhjeve të 2009-s, kur u bë kontrata me Çezin, erdhi një orientim nga Bashkimi Evropian që aplikimi i Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, do me thënë pasi bie marrëveshjen e asociimit stabilizimit dhe ratifikoi nga të tërë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kishte të drejtë të aplikojë për vend kandidat. Pra, aplikimi për vend kandidata të shtyhet pas zgjedhjeve. Kështu tha Bashkimi Evropian. Kur them Bashkimi Evropian, Bruxelli. Tani jo, për shumë interesante, shumë interesante. Ma mbyll këtë që të... Ja, e mbylla. Shumë interesante. Berisha vajti në Pragë, se atëre drejtimin e radhës, 6 mujor, Bashkimit Evropian, që nga janari, në qershor e kishte çekët, e priti kryeministri çek dhe ai e pranoi aplikimin. Qartë, shumë vërtet. Por, kjo qeveri ishte ajo që kishte emëruar këtë komisionerin e zgjerimit. Shumë saktë. Çekun. Tani ky i mori parat, se këtu i bie tërë ky shtet çek, na që ka vënë lëvizje nga Çezi, sipas interesave të agjendës politike të qeverisë Sali Berishës. Pra, fillojmë që nga Vaçeku i OSB-s, vazhdojmë të kjo ambasadoria, Marketa si e kishte, kjo çekja që sot ishte harruar emri, po atëherë u bë shumë aktive një 2 vjet. Vazhdojmë të kryeministri që ka qenë 2009, vazhdojmë të komisioneri i zgjerimit që kishte emëruar po ky kryeministër në qeveria e tij në Bruksel. Dhe kur atëre Berisha kur mbaroi kontrata u tërbua dhe tha, ky tha shkeli, ai se thoshte dot që mori rishpeti dhe zbëri punën. Pra, historia e Çezit, prandaj ata thanë që të mbyllet pa hetim penal, sepse e dini se çfarë fshi. Se këta thonë dhe ca budallëqe që si kap njeri, thonë, janë vjedhur 400 milion euro, thot ai nga Çezi dhe ajo nga Saliu edhe Shkëzeni. Saliu dhe Shkëzeni kanë vjedhur atje.
Po tani ky çez, 40% minimumi e shqiptarëve s'paguan. S'paguanin në 40%. Humbjet në rrjet ishin më dha. Humbjet ishin, vite të hierarkia, Po qartë. tash mbetën dhe 400 milion për... S'është qartë. Po tani, edhe 400 të tjera abuzime janë Janë këtej nga kur Çezi kaloi nga PD janë në TPS-ja. Po TPS-ja që e morën këta tani, që bën dhe marrëveshjen për t'i mbyllur ato në arbitrazh, po kjo i bie të ishte ndërmarrja më rentabël e Shqipërisë. Edhe Eneli nuk i ka shifra. Vim tek një çështje tjetër. Zoti Meta kërkon që të mbledhet Këshilli i Sigurisë për një emër konkret, për Klement Balili. E po me qënë se i dha letrën ambasadori Amerikan në 10 orë, që e kemi diskutuar kështu, që i tha, dorëzo Klement Balilin, edhe ky thot tani, bëra një lëvizje unë të mbledhet Këshilli i Sigurisë për se Është një luftë e hapur kundër Samir Tahirit kjo? Klement Balili cënon sigurinë kombëtare. Shiko, Po s'ka si thot jo. problemi është këtu që Klement Balili është një peshk kaq i madh, siç tha ambasadori amerikan, të kapen peshqit e mëdhenj, sa nga ai mund të kapet, mund të hidhet grepi, të lejohet, ose të hidhet rjeta, si të themi, me marrëveshjen Rama Meta, me ata të dy, pse s'mundet tani Samir Tahiri. Pra, don jashtë burgut e mbajti Rama, thotë. Po të donte Rama e arreston. Problemi është këtu që Rama ka dhe problemin me konfliktin Velia i Tahiri. Është bërë shumë i ashpër. Bile këto kohë është ashpërsuar, sepse ai e quan vetë kryeministër Jan Velia sillet ashtu si bërë si telenovelat indiane për televizion, Samir Tahiri ndihet shumë herë më i fortë. Dhe thuhet që është ky që zgjedhjeve. Sepse të gjithë ata që janë si investitorë, qoftë edhe të kanapës, qoftë edhe atë, ndihen të pasigurt. Nëse jemi kundër Samir Tahirit, thotë jemi dësuar. Tani problemi është që Samiri ka një armik me lidhje ndërkombëtare të mëdha, Erion Velia, dhe Samiri në këtë skeme ka futur Edi Rama, kurse Erionin e futi Soros. Problemi është që Samiri me këtë ligjin e dekriminalizimit ka ca histori të cilat jo se janë të rënda. Normalisht, ashtu si ciku dashi avaz do t'i kithej, se ka dhe ai një dënim të vogël. Janë të rënda. Po jo dënim të vogël, dënim nuk ka ai, po se shiko, policit ta kanë thënë në këtë studio që tërë këta mbrohen me një, thonë, ne nuk jemi dënuar, për shembull. Por policit e vendeve të huaja nuk kanë orientim nga qeveria e tyre të mbushin burgjet me emigrantë. Emigrantëve ata u duan informacione. Ishte kjo periudha para se të vinte në Shkodër në shkollë Samiri. Periudha kur ishte në shkollë në Itali, për të fituar në një lek, aty në universitet, tyre emigrantëve, kur janë përdorus, i thot ai, po shpërndave në një nxirrte shpenzimet e mallit. E kap policia si lepur, se aq 3 herë po shpërndavet. Kap, ata në çdo 3 shitje një të vjen infiltruar në këto universitete. Se universitetet përdorin dhe detektiv privat dhe kështu dhe përdorin për të mbrojtur. Dhe ky tani kuptohet ka firmosur për bashkëpunim, po është, do me thënë, shku muhabeti Samir Tahiri ka një histori të ngjashme me këtë të Flamur Nokës, që nuk e ka deklaruar. Tani ikën Flamuri, ikën Samiri, por këta bëjnë, do me thënë, mos deklarimi është dhe vepër penale. Është vepër penale. Vim tek një problem tjetër. Ka një tendencë që është zira e presidentit, po më shumë shanse ka Petrit Vasili, pastaj ka Bujar Nishani, pastaj ka Mimi Kodheli. Kam të drejtë apo e kam gabim? Shiko, presidenti i Republikës, kur thua ti ka më shumë shanse ky apo më shumë shanse ai, po ta shikosh, në kushtetut është fjala simbol,
ose përfaqësim. Po tjetë për simbol, unë brëm kam dëgjuar shumë debate dhe kishin nxjerrë 10 profesora, po sa kemi simbol? Jo. Të uajt e ruajnë këta, që presidenti, pra, po të qikosh lidhjet e këto familjare, backgroundi, më shembull, Bujar Nishani në origjinë nga Libova, po me grua në origjinë nga Kosova, pra, si qik më gjë. Jo se këta tjerët nuk i plotësojnë. Pra, dua të them, të uajt kujdeset një qik për anën simbolike për kryetarën e shtetit. Pra, të ketë dhe një zë një qik më të gjerë. Më mbar shqiptar, më mbar kombëtar, të përfaqësoj të gjitha ato. Po kështu ishte se kur bë Berisha në 92-shin ishte nga Tropoja, pra ishte praktikisht njeme. Atëherë çfarë do ndodhi? Erdhi data 28 mars o ka krizë. Po pastaj ose kur u zgjat Alfred Mojsiu për shembull. Alfred Mojsiu vinte nga një familje e njohur me një emër dhe nga babai, domethënë kishte një jeon emri dhe 8 majt. Dhe e propozoi Sali Berisha në thelb. Po ishte propozimi i opozitës të atërshme. Ishte opozitë. Por mbiemri Mojsiu kishte edhe një jeon barkombëtare me Aleksandër Mojsiun, me këta, po më erën të Topi, çfarë mbiemri kishte? Apo kishte profesor? Shiko. Erdhëm të Topi. Topi u zgjot kështu, brenda PD-s në një situatë... Imponimi që vajti vetëm Petrit nga këta. Petrit Vasili si kandidat i LSI-s, nëse LSI-ja pranon të marrë presidentin, do me thënë... Nuk do bëtë elimeta kryeministër, po i do të dyja, pse mos i marrë të dyja, nëse merr 44 deputet. Në koalicion me PSN, po thënë ndajnë ato. Nëse do këtë kryeminist, nëse do presidentin LSI-ja, është zgjedhja më duket më mundshme, më duket Petrit Vasili. Për kjo besoj do ndahet... Do të hapi Edi Rama presidentin? Them që Edi Rama presidentin e jep. Sepse ja ka hequr dhe kompetencat tani, një pjesë madhe, megjithse presidenti varet nga personaliteti që ka individi shumë. Se sa është të ndikon pushtet e tjera. Në vim të një problem tjetër. Do kemi po këtë quarje në zgjedhje, Edi Rama, Ilir Meta, Shpëtim Idrizi? Se s'më ke thënë 2 fjalë për Shpëtim Idrizi. Se duam ne është faktor. Se ka 2 gjëra, ka përqafuar një çështje që cilën se përfaqëson, por ka dhe një pushtet ekonomik dhe pushtet ekzekutiv i cili të tram. Shiko, unë di të them një ambasadori amerikan që është sot, në 8 tetor, para zgjedhjeve në Amerikë, në një bisedë në Universitet UET, Universitetin Evropian Tiranës, tha që në gjuhën diplomatike, po jo dhe aq diplomatike që pas zgjedhjeve do ketë trazira. Tani. Shkurt, sepse do të pyes për një 2 çështje tjera që janë më të nxehta. Problemi është se zgjedhjet në Shqipëri të qeshshon. Pra ti thua nëse fiton Rama, nëse fiton Meta dhe Idrizi do ketë trazira. Jo nëse fiton Rama, nëse fiton Idrizi, nëse fiton ky. Problemi është këtu që zgjedhjet në Shqipëri nuk kanë më lidhje fare, kanë humbur raportin me vullnetin e popullit. Kjo është thelbësore. Në 97-ën ai ishte vullneti i popullit. Në 92-shin ai ishte vullneti i popullit. Problemi është se zgjedhjet këtu, po të shikosh të 97-ës në duken zgjedhje më të ndershme, përjashto atë pjesën ku ishin këto komitetet që nuk lejon në përfaqësoj PD-ja, në Vlorën në këto. Po mirë, aty pak a shumë rezultati ai do ishte dhe sikur të 32-33% doli prapë PD-ja. Po çrëndsi ka. Kurse këtu ka një, shikoj, në Shqipëri ka 2 procese. Në njëra anë është një vetëdijësim i rinisë e cila
shtresa e të reja që ne na duket sikur s'merren me politikë, po në fakt merren shumë. Po jo me politikën tradicionale. Ne na duket rinia apolitike, se rinia nuk merret me politikën tradicionale. Në fakt, rinia është shumë e updateuar me zhvillimet botërore. Se i shikojnë, ju vinë në Facebook, në Twitter. Ata janë në përdorusin të mëdhenj. Dhe kanë simbolet e tyre. Kanë simbolet e tyre në politikën botërore, që i adhurojnë. Dhe duan t'i zbatojnë në Shqipëri. Tani, problemi është këtu. Politika shqiptare ka ngecur në këto kombinimet aritmetike. Këto me thënë, mua më duan kaq vota si siguron. Dhe, kur thot ambasadori amerikan që do ketë trazira, a i ka parasysh, jo se do ngrihet Lul Basha me PD-n, do thënë na vëllë zgjedhje, do bëjmë trazira. Në Shqipëri, në mos në këto zgjedhje, sa më vonë, do kemi trazira anti-establishment. Establishment që po thuhet në Amerikë, ishte, shiko, Amerikanët në Europë, kemi këto establishmentet, ndaj të cilët për momentin po dalin, i kundërshtojnë Marine Le Pen, i kundërshtojnë këta. Por, kjo është një periudhë kalimtare dhe në Europë, se dhe në Europë do dalin forca tjere që kundërshtojnë. Establishmenti është kjo më këto politikanët që në kombinacione e rinë bashkë. Në Gjermani, Merkeli ri 4 mandate me partinë e dytë më të madhe të vendit. Ishte kancelar Schröderi në aleancë këtej, hajde t'i ndrojmë, si që ishte në Itali, rinë të Andreotti me vite, edhe pse bënin gjagje gjyqe. Me këtë tjetrin, si e kishte ky që vdiq në Tunizi. Gianni De Michelis. Kraksi. Pra, establishmenti europian, ka hyrë establishmenti ajo, elita, po ta quajmë politike, po establishmenti ka një kuptim më të gjerë. Establishmenti përfshin elitën politike, bashkë me mediat e saj, bashkë me biznesmenët që ndihmojnë, bashkë me ato emrimet në krye të institucioneve të administratës. Pra, ky establishment ka hyrë në krizë. Dhe kjo nuk do reflektohet këtu. Heni Cili, dua dy lafe. Si guxon një njeri që ka 18 milion euro kredi të ketë gazet, por të bëjë dhe çuditëra. Dhe prodhon një emër të cilën afeksionohet Lulzim Basha dhe merr telefonin, di sigurisht aseti PD-s. Alfred Lele. Shiko, Lulzim Basha, prisë vërtetës, nuk arriti dot të kur në politikën shqiptare, kështu të në ambientin shqiptar. Ai mbeti një lloj. Më mirë janë njohur dhe janë hyrë dhe janë përshtatur në Shqipëri disa diplomatë tuaj që kanë vajtur e kanë ikur, si ky ambasador Josebes, ky Borkarti, ky ka qenë ambasador i Gjermanisë këtu, ka qenë në Kosovë ambasador. Dhe u ambientua më shumë se sa. Pra, këta e njohin Shqipërinë dhe Lulzim Basha vjen dhe gjen njerëz kështu të cilët kërkon ti ketë, domethënë, ideja që po rrethohet me disa njerëz, pra kërkon atë segmentin e tij brenda establishmentit, po ta themi kështu. Pse merr mbrojtja Arshman Shkullakun, sepse merr fatur PD-ja, kur ai ka qenë tërë jetën i maq, tek ajo me karrierë, s'ka lënë gjë pa thënë në theshtatën, s'ka lënë gjë pa thënë këtu, në Kosovë kur vajti tek Kosova ai njëta gjë. Çka ka PD-ja ose ku vuan? Po jo, PD-ja tani ka mbetur që çdo gjë që bën, si do me thënë, të sajoj, të gjej, të shpik, në vend që të merret me ato betejat më të rëndësishme që ka, në vend që të merret me betejat më të rëndësishme që ka, ore, shiko qatë të mund të të. Qeveria e Tiranës thot, ne nuk kemi kohë për votimin elektronik, thotë është i pamundur në Shqipëri dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Tani dëgjoj sa e bukur është. Ka një parim në ligjet e shkruar që mosnjohja e ligjit nuk përbën shkak për mosdënimin e një personi, që unë se njoh ligjin, që doli ligj i ri, për shembull për dënim dërtimet pa leje, forcimi i ligjit ose për armët e zjarrit tani e këto tjera. Është shumë ligje që dalin çdo ditë. Nëse ti thua nuk e njoh ligjin, se shteti thot
supozon që qytetari e ka, ti kur merresh me një veprimtari, ti minimumi do të duhet dish se ç'a ligji del për berber. Me që di shkrim dhe këndim, mirë po ç'a ndodh tani? Kjo qeveri ka bërë një gjë që s'është bërë në tërë historinë e shtetit shqiptar, ose ka bërë një revolucion të madh. Ka mbyllur fletoren zyrtare me letër, nuk del më me letër fletoren zyrtare, del vetëm me elektronik në faqen e qendrës. Tani ku është problemi? Problemi parë është tu. Ti tani një fshatar shqiptar, i cili ka shkelur një ligj aty kuri, e supozon si një njeri që me iPhone ose me një laptop hap faqen e QPZ-s dhe gjen fletoren zyrtare. Atje e lexon dhe pra, nëse shqiptarët që kanë të tillë, tani po të themi kështu, ato vende që kanë fletoren zyrtare version elektronik, si e kanë votimin? Kanë elektronik. E para, e dyta, ku është problemi i madh i kësaj? A jemi ne një vend i sigurt që në fletore zyrtare, se këtu ndrohen për ditë, ndrohet sistemi tim, sfalsifikohet. Tani, në fletore zyrtare, ti nesër ndryn aty, elektronikisht. Pra, ndryn se fletoria zyrtare nuk ka vetëm ligje, ka emrime, ka në shtetësi. Ka në shtetësira, ka çudirat, ka vendime, ka ndihma për ministrat sëmur, ka ndihma për qytetare, pensione, posaçme, që nuk ka emrime, ambasadorësh, shpallje të vdekur. Nesër mund të ndrysh ti për një shton. Pra, a jemi në ato kushte sigurie që ta ky shtet kështu, që ta ketë fletoren zyrtare elektronike dhe s'bën dot votim elektronik? Ne kemi prokuror të përgjithshëm, unë kam një respekt kështu për zotin Lla, por të bëhet fletoria zyrtare elektronike në këto rrethana, kur shteti nuk i përgjigjet dot prokurorisë. Sa e rëndë është kjo që ndodhi tani që nuk e lanë prokurorin të merret dokumentet? Do me thënë, nuk prokuroria vete do me thënë të kërkoj aktet dhe gjykata merr vendim që jo s'ke drejt t'i marrësh. Në një kohë që këtu është bërë fletoria, prokurori urgjent duhet të fillojë hetimin, t'i marrë tërë fletoret zyrtare që atëherë t'i rishikojnë, të krijohet një komision, edhe opozita duhet të bëjë një komision parlamentar dhe thot urgjent shtypini thot. Po ç'a kushtuar 1500 fletore zyrtare që të delin? Jo, fletore zyrtare ishin me fitim prur sepse. Po, sepse i blenin gjë. Ore, avokatët e blinin. Po, shumë. Bashkitë e blinin. Komunat e blinin. Bashkitë lërë shtetin, shteti është me paratet e asoj. Ore, firma tregtare e blinin. Po, qartë. Ambasadat e huaja e blinin. Institutet huaja që duan t'i kenë ligjet shqiptare e blinin. Çdo investitori huaj e blinte. Këta plus që fletore zyrtare në tërë botën lidhen, janë libra dhe dikush vjen të ble filan vitët. Ti mban atje, ato janë stok për të shiten. Unë, për shembull, e blija fletore zyrtare. Ne kemi një kolegun ton, një Gert Sella, që merr 70.000 euro në vit nga Soros, se ja do botojnë ato ligjet. Ne s'kemi fletore zyrtare fare, Soros i e blek një njeriu që të shikoj. Mirë, jo, dua të them çfarë bën shteti, sepse ca kohë nisi ti botonte Sorosi fletore zyrtare. Po, prandaj ti botonte edhe Sorosi. Po ç'bente ishte ligjet. Për shembull, filloi ti botonte si libër. Dhe kur marrën fletoren e Sorosit në Thenjeshin, që ishte botuar në vonë, kuptohet? Shikoj mungonte ligji për shikun. Kishte bërë. Po ky ligj çfarë? Edhe pyetja e fundit. Është ndarë nga jeta një miku jon, Andrea Stefani. Dhe u duk sikur e majta krijoi një vakum në analistë dhe në media në kështu, sepse ishte një Benjamin që hante drejt me zotin Rama. I ka mbet ky rol pothuajse me Robazës edhe disa të tjerëve. Ç'po ndodh në Shqipërinë shqiptare? Me shtypin ose me median të themi më gjerë, se fjala media fshin dhe televizionet dhe gazetat, po ndodh që televizionet dhe gazetat në Shqipëri me ndonjë përjashtim të vogël janë kthyer në zyra të marrëdhënieve me publikun, të PR-it, të bizneseve të pronarit.
As e vogël as e madhe shikoja titull sot. Edhe për të qarë edhe për të qeshur. Hajde titull në ballina gazeta. Lorenz Vangeli, edhe për të qarë edhe për të qeshur. Dhe përjashtimi kuptohet, nuk po themi këta që janë në punë shtetërore. Lorenci është në një detyrë zyrtare. Po ditë për ditë bën nga 4 artikuj në gazeta ndryshme. Këshilltari dhe nuk shkruan vetëm te gazeta e partisë që ka futur në punë. Shkruan te tema. Nuk shkruan te gazeta e partisë që ka futur në punë. Kjo është mos mirënjohje. Po është edhe antar i Këshillit Bashkiak për PS-n. Jo, ç'është më tani, kishte mandatin. Dhe dua të them se është e bukur kjo. Që kur në një televizion ose në redakcinë e një gazete e kupton që se Edi Rama ka një gjë, ju thot këtyre të opozicës dhe u a thot me drejtë, e ngret për sheshin juve? Do me thënë tani për shesh do anë të atë mitë. Po puna është se këto mediat kanë ngrënë për shesh me 2 palët. Edhe zinë qatë bërë. Këtyre u a jetë për, jo më jo ata din mirë, ata do vazhdojnë mirë. Pse, qarë kanë, shiko? Të këto gazetat, televizionet, pronarë, redaktorët, qarë kanë një alergji të madhe ndaj rrjeteve sociale. Pse? Se rrjetet sociale i ndjerin zbuluar. Shumë bukur. Por rrjetet sociale i ndjerin zbuluar të manipulimet e këtyre. Është unë pash atë kronikën ajo që u dha e Aleancës Kuqezi para kryeministrisë me zinxhira, se më kisha këtu një nga të arrestuar. 21 janar dhe mund të mos jesh dakord, por është një gjë që po ndodh. Do me thënë, një gjë që po ndodh te qeveria është lajm në tërë botë. Po guxoj të jepte paraditë një televizion, në orën 7 jo e hoqi, po e zhdukën fare. Ore, një gjë që ndodh në qendrën e qytetit, te qeveria, është lajm që jepet direkt. Po. Live. Nuk është lajm që jepet në darkë. Po të ndodh, ku di unë, në Korçën time, apo në... Po dhe në Korçë vjen për një Për Cyrë, apo në Përmet, në Berat, ku di unë, në Shkodër, vjen, tani me teknologji vjen direkt ajo atje, po. Problemi është që kur ndodh të selia e qeverisë, çdo që të ndodh, e sikur një lypës aty të edhe një lëkur banane, është lajm. Ma thuaj brenda një minute, çfarë do ndodh me media, sa kemi zgjedhjet. Është do në Amerikë pam që u lëshuan Basillaj, po fitoi Trumpi. Shiko, media e manipulon këtë popull minimalisht. Zgjedhjesh, po jo, këtu është problemi më i këtyre dhe nervozizmi. Sepse po ta shikosh, vëmendja e qeverisë është drejtuar nga portalet elektronike, nga s'po din si tua gjende këtyre rrjeteve sociale, YouTube-it. Se këtu do filloj, shiko, këtu do filloj disidenca. Kenja 50-60 pa ditë qeverisë për YouTube-et e për këto në për gjykata. Do filloj disidenca këtu, do filloj organizimi, këtu do filloj disidenca, organizimi dhe opozita e vërtet që do kaloj pastaj në aksione, sepse këta harrojnë një gjë. Pse janë kaq të ndjeshme diktaturat ndaj këtyre rrjeteve sociale, YouTube-it? Po diktaturat këto i rënojnë. Po këta thonë, po ne nuk jemi diktaturë. Po nuk je diktaturë, po ke një gjë të përbashkët me diktaturën, ke frikën nga fakti. Ke frikën nga fakti. Shumë do me thosë. Ma mbyll me këta, që të gjitha diktaturat kanë fillon. Unë të falenderoj që të kisha studio. Të nderuar të diskutoj në studio me zotin Kasiot Miftaraj, këtë analist i cili i thot gjëra ndryshe. Na thot që fakti nuk fshihet, duam s'duam neve. Por ende ne jemi në një shoqëri minimaliste. S'kemi ç'bëj. Jemi pothuajse të dorëzuar. Faleminderit për momentin.